Ka përfunduar në total realizimi i projektit, i cili kishte për qëllim rehabilitimin e rrugës në zonën e 7 pallateve, një prej bllokëve më të mëdha të banimit në lagjen Ujë i Ftohtë. Është tashmë me rrugë të re, jo vetëm një segment rrugor me kushte më të mira, por aty ka përfunduar dhe vendosja e ndriçimit rrugor, si dhe në total vizimi. Leka Hysenaj, i cili ka 27 vite që jeton në këtë blok banimi, ndër banorët me më shumë vite në lagje, tregon se është investim i vetëm që kjo zonë ka përjetuar ndër dekada në përmirësimin e infrastrukturës, duke bërë një krahasim me realitetin që kjo rrugë ka qenë më parë. Hysenaj thot se tashmë është totalisht ndryshe. Sipas tij, ka shpëtuar nga gropat e shumta, amortizimi, pluri dhe papastërtia. Një falenderim ai e ka edhe për Bashkinë e Vlorës, që bëri të mundur financimin dhe realizimin e këtij projekti. Kam 26 vjet. 26 vjet. Rruga është investimi i parë që është bërë? Po, investimi i parë. Si ka qenë më parë më? Ka qenë rruga ka qenë për i bret. Domethënë çfarë them me gropa, me ferra, baltë, binte shiu, na vinte ajo llumi përpara shtëpisë me zhavor, me balë, me gjitha komplet. Dhe kështu që ishte domethënë rrugë jashtë standardit. Rrugë pa rrugë çfarë them unë? Për i bret. Sot, si ma përshkruan situatën? Si Sot është bërë një rrugë shumë e bukur. Kjo duket tamam si një rrugë tamam nacionale. Domethënë me vizime, me kanalizime, me ato trotuaret anash. Edhe tash gjithë ne si komunitet që jemi këtu, falenderojmë atë firmën që na ka bërë këtë rrugë, bashkinë, pushtetin qendror, vendor, dhe për këtë infrastrukturë. Tash del kollaj, ca del nga shtëpia direkt iki me biçikletë në destinacion që kam unë nevojë për nevojat personale. Nga balta, nga pluri, nga të gjitha gjërat tash në përsëri. Po, ndriçimi që bëri shumë i bukur, gjatë natës dritat janë shumë mirë, tamam sigurisht, tamam ditë fare, jo sigurisht errësi. Jeni afruar më shumë me qytetin. Po, me qytetin më afruar shumë, me Lugomaren shumë. Akoma do bëhet më mirë akoma. Çfarë ka mbetur në Vimësi, nëse do t'i sugjeroje diçka për të bërë në Vimësi? Çfarë do i thoje pushtetit lokal? Pushteti lokal i them këtë të sistemoj atë të parë atë sistemin e ujitjes, se është për faqeses tu. Ato tubacionet e ujërat janë në tokë, se cili ka bërë me kokën e tij, domethënë qytetar. Tash do të ndryjë pushteti. Me qëllim që të sistemoj të gjitha në një vend, sepse këtu janë në mënyrë kaotike. Çfarë hapësirë të cilat janë kthyer në vend rrëmbujme mbeturimi? Këto janë ato kanë qenë domethënë që atëherë që ne jemi para se të bësh rruga, kanë ardhur nga lart nga mali dhe kur erdhën ato shirët e mëdha që mbi vlorat, na erdhën ne këtu dhe na bllokoi balta. Dhe pastaj erdhi skrepi që dërgoi bashkia që e pastroi këtu që e çoi rrugën. Vlera e shtëpisë tani. Vlera e shtëpisë po, arritu shumë. Domethënë në krahasim me kaluarën. Jemi realistë, flasim drejt, një thonë një fjalë popullorisht, dhe fol drejt, soja të gjërat ato që janë person. Tu kia soi. Më shumë tani që nuk edhe rruga, janë më të mund të. Jo. Mua ky vend është shumë i bukur. Rreth pa ka klimë të mirë, ajër të pastër, ke jodin e detit, ke gjallërinë, ke lëvizje, ke gjitha gjërat e mira. Se unë fakt kam shpirtin në skel. Unë jetoj më tepër këtu, se sa në. Qem shumë këtu, a? Po, shtëpia private. Nuk ka si shpjegoj dhe ke gjithat mirat. Hysenaj nuk haron të bëjë dhe një falenderim zemre për televizionin 6+1 Vlora, si vetmi televizion rajonal, i cili transmeton në kohë reale zhvillimet më të fundit në qytet, duke qenë çdo ditë pranë qytetarëve. Falenderoj 6+1 që mori një intervistë, televizioni shumë i mrekullueshëm, televizion që tregon të gjitha gjërat e qytetit Vlorës dhe urime dhe suksese në vitin 2025. Projekti për rehabilitimin e rrugës së zonës së 7 pallateve është një projekt i financuar nga Bashkia e Vlorës, e përcaktuar në buxhetin e vitit 2025. Projekti është hartuar nga zyra e urbanistikës, si rrjedhoi e realizimit të tij, përfitojnë 10 banesa në këtë zonë të lagjes së Ujit të Ftohtë në Vlorë.